Ka raste që kom shku te klientat në shtëpi dhe kom kthyer se majnë frigoriferin. Që mos me majt gjana që në ka nevojë me hangër, se zakonisht kjo që po thojna luks, unë mendoj që njerëz që i kanë kushtet financiare më të mira, janë ndoshta edhe më të plot se njerëz që janë më të varfër, për arsye se njerëz në thotit hajnë më shumë se që duhet. Japonezët janë populli më i shëndetshëm, e kanë një fjalë hara hachibu, është një fjalë që është kështu shumë e njohur. Pojnë me hangër derisa ta mbush barkun 70%. Na kejtë e mushëm, jo krejt, unë përshim Që personalisht. e mushëm 110%, apo kuptoni? Pamro shtypja se konsiderohet që kom hangër. Nuk do të me hangër. Po, nuk dokna, fatmirësisht, ama pa më zonë gjumit që aty se Krejt konsiderohet është ideja me hangër ma pak. Mundesh me hangër kejta ushqime, S'pe tha mula asnjë duhet. tërpës i njëjtë, edhe një këshill që ja kësa dhonë gjithve gratis, do më thonë është mos me hangër 3-4 orë para gjumit. Edhe fasting, për shembull, tash që është Ramazani, është një gjë shumë e mirë. Fasting, këtë dieta ndërcodet janë të bazuar në fasting. Trupi i njerit është ndërtuar me hangër sa më rrallë, jo me hangër shpesh. Do të thonë një herë në ditë ose 2 herë në ditë. Jo me A hangër nuk vlen kjo shpesh herë ka pak se shpesh herë përmendet? Trupi i njerit. Për një metë, sinqerisht. Njerëz se parë kanë shkuar në Se xheti. shumë ma kanë përmend veç masi E kom këto. lexuar një libër ekstra, jo ekstra, po atë që specifikisht për çit punë, që njerëz të parë që janë kohë ata kanë shkuar në xheti. Edhe na tani javë u duft për me gjujt diçka dhe për me kap me hangër, tani kanë hangër, tani prap 2-3 ditë kanë hangër, domethënë kanë hangër çdo 2-3 ditë. Trupi i njerit është i ndërtuar për me duru, jo me hangër non stop. Se tani ti sheqeri veç hyp zbret,